Automjeti taktik i blinduar Shota që po konstruktohet në Tiranë nga kompania Timak po konsiderohet si një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të kapaciteteve të pavarura ushtarake. Ish deputeti i PDK-s, njëherësh generali i UÇK-s Isem Berisha, ka vizituar në Tiranë kompaninë Timak, ku testoi nga afër mjetin e blinduar Shota, e cila do të përdoret në të ardhmen edhe nga FSK-ja. Në një analizë të publikuar nga generali Isem Berisha, Shota përshkruhet jo vetëm si një produkt industrial, por si një deklaratë strategjike që synon ta shndërrojë Shqipërinë dhe Kosovën nga konsumues në prodhues të sigurisë. Sipas tij, automjeti synon të përmbush standardet moderne të NATO-s, duke ofruar mobilitet të lartë në terrene të vështira, mbrojtje balistike për personelin dhe integrimin e sistemeve të avancuara në luftën moderne. Në analizë theksohet po ashtu se Forca e Sigurisë së Kosovës aktualisht operon me automjete të blinduara të standardeve të NATO-s, të siguruara përmes importit dhe partneriteteve strategjike. Megjithatë, dallimi kryesor që do të sjellë Shota për FSK-n është prodhimi vendor dhe ndërtimi i një zinxhiri të plotë të vlerës brenda rajonit. Ka momente në histori kur kujtesa dhe ardhmja takohen në një pikë të vetme. Shota është pikërisht një nga ato raste. Një emër që dikur mishëronte rezistencën, guximin dhe sakrificën, sot po shndërrohet në një platformë konkrete të fuqisë dhe sigurisë kombëtare. Automjeti taktik i blinduar Shota, që po konstruktohet në Tiranë nga kompania Timak, në përputhje me kërkesat e mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt ndërtimit të kapaciteteve të pavarura ushtarake. Ky projekt nuk është thjesht një produkt industrial, është një deklaratë strategjike për ambicien e shtetit shqiptar për të qenë prodhues i sigurisë. Në aspektin teknik dhe operacional, Shota synon të përmbush standardet e një automjeti modern taktik të blinduar, me mobilitet të lartë në terrene të vështira, mbrojtje balistike për personelin, integrimin e sistemeve të avancuara të vëzhgimit dhe potencial për armatim të kontrolluar në distancë. Këto karakteristika e vendosin atë në të njëjtën kategori funksionale me automjetet që sot përdoren nga Forca e Sigurisë së Kosovës, shkruan generali Hiseni. FSK-ja aktualisht operon me automjete të blinduara të standardeve të NATO-s, të cilat janë të provuara në misione ndërkombëtare dhe ofrojnë siguri, fleksibilitet dhe ndërveprueshmëri me aleatët. Megjithatë, dallimi thelbësor që do të sjellë Shota është dimensioni i prodhimit vendor. Ndërsa FSK-ja mbështetet në import dhe partneritete strategjike për furnizim, Shota përfaqëson një përpjekje për të ndërtuar zinxhirin e vlerës brenda rajonit, nga dizajni te prodhimi dhe mirëmbajtja. Ky është një ndryshim paradigme që çon nga varësia drejt sovranitetit teknologjik, dhe jo vetëm Shqipërinë, por edhe Kosovën. Por Shota nuk është vetëm një projekt shqiptar, ai ka potencialin të shndërrohet në një platformë bashkëpunimi rajonal. Përfshirja e Kosovës dhe Kroacisë do të krijonte një bosh të ri të industrisë së mbrojtjes në Ballkan, duke rritur kapacitetet prodhuese, shkëmbimin e teknologjisë dhe fuqinë negociuese me aleatët strategjik si SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar apo Izraeli. Një qasje e tillë do të forconte jo vetëm sigurinë kombëtare, por edhe arkitekturën e sigurisë rajonale. Megjithatë, dimensioni më i fortë i Shotës mbetet ai emocional dhe historik. Fotoja e blindës së shkatruar gjatë luftës në Koshare nuk është thjesht një kujtim i një betejë, është dëshmia e një epoke ku përballja bëhej me mjete të kufizuara por me vullnet të pakufishëm. Ajo blindë rënuar simbolizon sakrificën dhe vendosmërinë për liri në kushte të një disbalance të thellë ushtarake. Sot kur shohim Shotën sipas Hisenit të ndërtohet, kontrasti është i qartë. Lëvizje nga një e kaluar ku shkatërronin mjetet e armikut me guxim dhe improvizim, drejt një të ardhme ku ndërtojmë vetë mjetet tona të mbrojtjes me dije, teknologji dhe vizion. Shota në këtë kuptim nuk është vetëm një automjet, është një urmes historisë dhe së armes, një dëshmi se sakrifica e dieshme mund të shndërrohet në një forcë të organizuar sot dhe një sinjal i qartë se siguria nuk blihet, por ndërtohet.